Mirëmëngjes nga Vila 24, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Është e mërkur, nisim kështu kuzhinën edhe për sot sigurisht nga Kati. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe juftoj këtu tek Ndioni Gatimit, po sot jemi ndryshe këtu sepse ne sot do të pjekim gjelin e detit. Faktikisht ne kemi përzgjedhur pul deti, po çrën si ka, si gjeli, si pulat, në njëjtën mënyrë ka procedurën e përgatitjes. Dhe do fillojmë me njëherë, po përveç se kësaj le të them edhe një herë se çfarë do të bëjmë. Faktikisht neve gjelin e detit do ta shoqërojmë me oriz, domethënë me një oriz në mënyrën tradicionale, do t'rregoj se si do ta bëjmë. Do të bëjmë edhe një mbushje të gjelit të detit, por që nuk do i mbushim gjelin e detit, do ta servirim kështu në një pjatancë dhe mos ju ngelet qefi sepse të premten unë do të bëj edhe përsheshin, do me thënë, me buk misri, edhe përsheshin me kulaç. Pra do t'i kemi edhe ato receta tradicionale. Filluam neve këto që janë pak si më të moderuara, i sillim në këto mënyra që thash për punën e mbushjes, nuk do ta mbush gjelin, do ta lë ashtu me ato shijet e veta dhe do ja tregoj më një herë mënyrën se si do të përgatitet gjeli, do me thënë mbushjen. Ata që duan ta bëjnë, sidomos brezi i ri që e ka qef që është pak si më moderuar, mund ta bëjnë dhe ta servirin në një pjatancë, ashtu si do ta servirim neve sot. Edhe në fund fare do të kemi edhe një sallatë festive. Do t'rregojmë në momentin kur do të vi puna e sallatës. Nxjerr gjelin, nuk të lutem Anina të marr këto. Sepse e kemi filluar faktikisht që të vi koha ta tregojmë se si do të jetë. Gjithë këtë javë, në fakt gjithë dhjetorin, kemi qenë me receta festive, pra që nga data 6 dhjetore deri në ka diskutim që do t'jemi edhe në fund të muaj, do t'jemi edhe në datë 31, edhe në datë 1, edhe në një datë 2, por kryesisht këto ditët që i paraprin këtë, pra kjo java përpara, ja ta heqim pak të shishen që të duket akoma edhe më bukur, mbrëmjeve të festave, tavolinave festive, jemi fokusuar pikërisht këtu, duke ju kujtuar që kemi sjell shumë receta të kripura e të ëmbla. Dje kemi bërë baklavan me pet të bëra vet, një javë më parë kemi bërë edhe baklavan me pet të gatshme, sigurisht që kemi sjell kadaifin në variante të ndryshme. Salcat edhe salatorinat nuk kanë munguar, sigurisht që nuk do të mungonte edhe gjeli i detit në variantin klasik, më të thjeshtin dhe më tradicionalin, po i quajmë kështu, pra pa e ngarkuar me mbushje e tjerë, dhe të premte do të kemi edhe përsheshin e gjelit të detit. Sot po gatuaj me produktet në ranxi. Kemi në tryez një gamë të gjerë të produkteve dhe sot për të ndërtuar recetat tona. Ju au sugjeroj për shumë arsye, së pakti sepse është një ndër kompanit më lider në tregun shqiptar, me një eksperiencë shumë të gjatë, duke ju sjell në familje tuaja gjithë shka që ju duhet për të gatuar receta nga më të larmishmet dhe sigurisht që në fund të vitit nuk mungojnë frutat e thata dhe aty doja ndaloja pak sepse jo vetëm ne kemi mbushur tryezën edhe për supersticion, edhe për shi, edhe për të ngacmuar diçka gjatë ditës, por edhe gjeli i detit shpesh mbushet me fruta të thata, pra ka njerëz që e preferojnë të kombinimin e shijes mes të kripurës dhe të ëmblës dhe pse jo, me to mund të ishte një ide interesante që mund ta bëni. Kati ka menduar tjetë sot më thjesht dhe të qëndrojmë tek shija e mishit 100%, pa e ngatruar, le të themi, me shije të tjera. Atëherë, të dashur Anvisa, neve shiko, fillimisht, unë pasi kam pastruar mirë nga pëndët, e kam tharë me pecet guzhine, brënda dhe jashtë, edhe të pjesa e brëndshme e barkut, edhe të pjesa jashtë. E thajmë shumë mirë. Pastaj e kriposim dhe e lyje me gjalp, madje e ka futur gjalp edhe në për këto, do me thënë, të pjesa e lëkurës pulës, ose të gjelit të detit që juve do të përdorni. Në të njëjtën mënyrë mund të bëni edhe një pulë, se ka familje që nuk preferojnë gjelin e detit dhe mund të marrin një pulë të madhe për të përgatitur. Të njëjtën gjë mund të bëni edhe me pulën. Pasi e keni lyer mirë, me kripe, me këto, unë faktikisht kam përdorur vetëm rozmarin edhe trumëz. Nëse ju gjendet, po, të dyja këto do me thënë i shkojnë mjaftë dhe ndërkohë trumza është situash në atë shijen e rigonit, por shumë e butë se sa rigoni, nuk ka të aromën e fort. Kështu që nëse i gjeni mund të avëni, nëse jo mund të shtoni vetëm pjesën e rozmarinës. Kështu e kemi përfunduar, si që shikoni e kam vendosur në një skarë. Më përpara, tek pjesa e tavës kam vendosur karotë, mund të vendosni qepë, hudhër, deg rozmarin, trumës, selino,
do me thënë, i vendosni brënda të kjo, dhe i vendosni në furë, pasi është bërë kjo, pa ujë, pa gjë. Në momentin e parë vendoset në furë pa asnjë gjë. E lëni për gjysmëore në temperaturën 220 gradë, gjysmëore sa jo të marri, si thuash, atë faqen si përfaqësore, ngjyrën, dhe tjetra është kjo që ngele, do me thënë, gjeli i but në brëndësi, merë ngjyrën, do me thënë, bëhet pjekja si përfaqësore, kjo është idea. Që të ngelen lëngjet në brëndësi. Mos e vëni asnjëherë gjelin as me ujë, as në temperaturë të ullët, sepse a i me një shkrijet lëshojnë lëngjet edhe prandaj gjeli ju thajet. Ky është sekreti gjelit. Nëse juve mbani mendë që edhe dikur nëna tona që e piqnin, e vendosnin në furë, fillimisht që fura ishte e nxehtë, e vendosnin dhe pastaj nëna tona e shmangnin zjarin nga fura, e largonin dhe e lënin ashtu në temperaturë, do me thënë, në temperaturën e furës të ullët, të qetësohet për 2-3 orë. Varet edhe nga madhësia e gjelit, nëse është 3 kg, 4 kg, 5, aq është dhe ora e zgjatjes së pjekjes. Po gjysmëore të parë do temperaturë të lartë dhe pa fare lëngje. Pastaj, pasi është, unë faktikisht kam shtuar, pasi e latë për gjysmëore, do shtoni lëngje, që do të thotë, do të pregatisni një lëng mishi, nëse keni lëng pule, ose lëng mishi, ose lëng perimesh. Ne do të hedhim një nga kjo lëngu i perimesh, se kjo to lëngje tani, ne do të na duhen për të bërë pilafin, për të bërë kulaçin, për të bërë, do me thënë, ato gatimet tona që kemi menduar ne. Kjo është karamelizuar tani këtu, nga lëngjet që ka lëshuar më mbrapa, hedhim të, si thuash, lëngun që neve pregatitëm, dhe tani e vendosim në furë, të qëndroj në temperaturë të ullët në 180 gradë dhe vazhdojmë të pjekim dhe thash dhe kjo varet në varësi të kilogramve të gjelit që juve keni përzjedur. Tani, Kanti, zjedh të pjekë është kështu, pra të hapur, as me letër aluminit të rrethuar, nuk ka nevoj tani 180, as ka më nevoj. Me këtë temperaturë do vazhdoj pjekja? Me këtë temperaturë, fillimisht e kam filluar në 220 grade, lash gjysmëore, nuk kam hedhur fare lëngje brënda, nuk duen lëngje, se lëngjet e zbusin edhe e bën që të lëshoj lëngje gjeli. Ne duam që gjeli të mbaj lëngjet në formën dhe lëngjet të mbaj në brëndësi. Nuk ka nevoj as ta lidhni, as ta bëni nëse keni këtë gjysmëore 220 gradë. Pastaj e ulin 170-180 varet nga fura juaj, duke shtuar dhe lëngjet tu dhe lëni që të piket thashë në bazë të kilogramve të gjelit, ai do ta lëni edhe për të pjekur. E vendosim atëherë Anila. E kthejmë në furë për sëri? Se s'ka përfunduar kjo akoma. Në furën poshtë të kishim vendosur, pra është ajo e nxehta. Ndërkohë që si që thamë është një recetë, është një pjekje që do kohën, pra gjeli duhet pjekur në një ditë që duhet t'jeni në shtëpi, ta merrni ditën me terezi, ta kontrolloni herë pas here, do ta ora që t'i qëndroni për ta pare, për ta spërkat herë pas here me lëngje, që të dali shishëm i butë, edhe i bukur, se është ngjyra ka të bëj shumë të gjeli, ndërkohë që neve nëzorëm si që patun e luajta prap me pak gjalp, do me thënë për të mbajtur, do me thënë edhe atë cipën të butë, të marrë dhe ngjyrën e mirë, edhe të marrë dhe shije, sigurisht. Por edhe kur e kam punuar, kam vendosur pak gjalp në brëndësi, krip edhe gjalp, edhe piper të zi, nëse doni. Këto janë, do me thënë, dua ta sjell në atë shijen sa më tradicionale. Originale. Tani, për recetën që thamë, neve këtu unë kam vendosur mish të grirë, ndërkohë kam e duat që të ka vërdiset mirë mish i grirë, me thënë të thajet si të është, të thekërohet. Edhe këtu tani do të shtoj pak vaj, ndërsa gjallë do të shtoj më mbrapa. Në rregull. 2-3 lugë vaj dhe 1 lugë gjallë do kjo. Tani, këtu me radhë ne do të shtojmë. Nëse ju ndodhen stika, Nila kjo do hapur se hap do të. Kam rush të thatë. Mbajmë 1-2 për dekor. 1-2 fiq, 3, sa të keni. Sepse thamë që kjo është një recet tjetër, pak si më e moderuar. Këtë me gështënja neve bënim, do me thënë, të gjeli vendosnim gështënja dhe në kohën tonë. Po është më mirë që këtë mbushjen e gjelit të bëni kështu të veçan, që mos ta keni brënda tek pjesa e të hedhim dhe 1-2 nga këto zerdeli, edhe për shije edhe për ngjyrë. Përda. Faleminderit Anila. Ashtu. Çfarë hedhim tjetër? Në 1-2 kumblla. Po.
Ja, për shumë shia. I mirë në fakt bëhet gjeli, jo? Është, po, është mbushja, edhe një filxhan oriz do hedhun. Edhe ara, ose ara ose stika. Nëse do hedhim stika, s'ka nevojë të hedhim ara. Tani hedhim edhe këto. I ka vërdisim njerë këto tani, dhe pastaj do shtojmë orizin që mos të hajtë edhe pak. Në regull, ja urdhëron Anila. Ja shumë pak hodhëm, nga pak gjëra nuk ka nevojë të hedhim shumë. Pak edhe sakt. Se kam vërë temperaturë të lakë. Këtu kam ujë, që do t'i hedhun prapë pak aky. Nëse keni lëngë pule, mund të hedhni. Nëse keni nga ky, do me thënë, mix erzash, edhe ky është i mirë, do me thënë ka një shie dhe keni të gjitha erzat brënda. Ndërkohë, e ka vërdisim, marrë edhe orizin, për këtë lloj, si të thuash, pilaf, mund të quhet i aromatizuar, ose mbushja i gjelit quhet kjo, do përdor nga ky orizi. Kemi karnaroli apo jo? Po, kokorumbullakët edhe është më i mirë, shkon më mirë këtu. Është ideal në fakt për gatime me përbërës të tjerë, për realizimin e risotove, vjen si kremos, ka një kokër të pastër, po ndërkohë që tek në rancë gjeni edhe variante të tjera, pra basmati është sërish një oriz interesant që mund shkonte edhe për shumë receta të festave, sepse është dhe i këndshëm kështu kur e servir vjen si ta lajm pak. Një pamje tjetër. Mirë, unë do doja të lezoja pak receta. Lexoja Anila sa unë të bëj gati dhe orizin. Sekonda, po, dhe shojmë së bashku në ekran cilët janë përbërësit. Kush janë recetat që po sjellim sot, një prezantim të parë ne e bëm tek ju. Pra, po ndërkohë tani është momenti që t'i lexojmë në ekran, t'ju japim pak kohë të shënoni këto përbërës nëse gjelin e detit do ta realizoni njësoj si ne. Pra një gjel ose pul deti, 100 gram gjalp, një karot, një presh, një qep, një deg selino, një limon, rozmarin, trumz, një lugë supe kokra piperi, krip, piper, 1 litër lëng mishi, ose pule, ose ujë. Ne bëm ujë të aromatizuar me miksin e erzave. Mbushja e gjelit është ajo që po bëjmë tani me 500 gram mish të grirë, 3 lugë vaj, 1 lugë gjalp, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 1 fixhan çaj oriz, 10 gështenja, 1 fixhan çaj fruta të thata, pra rushi i thatë, stika ose ana, zerdeli, fish të thatë, varet se çfarë ju preferoni. 1 gotë verë, krip, piper, trumz dhe 2 fixhan me lëng pule. Pilafi tradicional që do të bëjmë sot ka këto përbërës 2 fixhan çaj oriz, 2 lugë gjalp, 2 lugë vaj, 4 fixhan çaj nga lëngu i gjelit, krip, piper, 1 lugë kafe, 1 lugë kafe me çfarë? Shafran sipas dëshirës. Po. 1 lugë kafe safran. Është vazhdimi, pra 1 lugë kafe shafran sipas dëshirës. Nuk do t'i hedhim kafe. 1 lugë kafe safran sipas dëshirës. Po ishte vendosur me një numër tjetër, prandaj. Sallat festive. Mik sallatrash, finocchio, mollshe, grusht të thata, arra ose stika, djath kaçkavall, repa, limon, portokall, 1 lugë mustard, vaj ulliri, krip edhe piper. Salaturin aty e dini që të japin dorë në kuzhinë, aty mund të krijoni, mund të ndërtoni, edhe nëse nuk keni ndonjë eksperiencë shumë të mirë me gatimin, sepse mjafton të keni ca perime të freskëta, ca fruta të thata, ndonjë salcë kështu aromatizuese, edhe gjithmonë salaturinat janë ato që edhe i japin një pamje tjetër tryezës dhe që konsumohen më shumë, ç'është e vërteta. Sigurisht, se me mishrat fillojmë dhe lodhemi shpejt. Po pa sallat nuk ka tryezë. Nuk ka e vërtet. Neve thamë edhe hudhër, po unë do të hedh nga kjo hudhra. Pluhur. Pluhur, po. Janë ca gjëra na japin dorë, do me thënë, i kemi atje se harruam, s'morëm hudhrat njoma. Po ja kemi një, kështu që e kemi hudhrën në shtëpi. Patjetër. Tani, është për punë e verës. Verën neve diku e kemi atje. Sipas dëshirës, nëse doni t'ja hidheni, se ka dhe që nuk e konsumojnë verë dhe nuk e duan. Unë do t'a lë do me thëmë pa verë, nuk ka problem se bëhet edhe pa verë. Nëse ju doni t'a shuani me verë, është momenti tani që duhet shuar me verë. Kështu që neve do t'a lëmë kështu pa verë, si thot Janila. Jo, si të duash ti, unë do dëgjoja me shumë vëmendje. Po, edhe është nuk zgjedhja ka jote. asnjë lloj problemi. Është momenti që tani mund të shtojmë verën, po gështënja thoni jo. Prit se kemi këtu gështënjat. Po pra, unë po i shikoja në fakt, nuk doja të ndërprisja, sepse unë i preferoja shmaste këto konservat e neranzit, sepse i gjeni gjithçka aty.
ku di unë kërpudha të konservuara, se këto fasule bizele e di unë që jeni mësuar i gjeni edhe të ngriran të njëjtën kohë. Por, këto janë vërtet shumë interesante dhe më besoni që kanë një shije krejt ndryshe, sepse janë të përpunuar dhe të sjella pikërisht këtu. Kështu mund të përdoren për sallata, mund të përdoren për konsumim gjatë edhe për qef, domethënë. Mund të përdoren shoqërohen tek gjeli detit, që do të kemi gështënja, do të kemi këto frutat e thata që vendosim në një kumbull, në një zerdelli, mund vendosim stika që do vendoset e pilafi, fikë të thata, me thënë zbukurojmë gjelin e detit. Edhe zbukurojmë i japim edhe shia. Mundësin që të kemi në shtëpi, pastaj se si i bëjmë, e gjemë atë mënyrën se kur dhe ku i vëmë. Hedhim tani nga këto. Bëjnë të mira, do me thënë, jep një tjetër shije pilafit, i hep pak më shumë 10, kokra kisha thënë unë aty, po hodhëm pak më tepër, s'ka gjë. Me qënë se hapëm tani këtë kutin, hodhëm pak më tepër. Ndërkohë, është momenti tani që të shtojmë edhe lëngun e pulës, lëngun e perimeve, lëngun që kemi pregatitur edhe me këtë, si të thuash, miksin e erzave. Do t'i shtojmë dhe pak majdanoz. Për kripe piper kam shtuar në momentin e parë që unë... është gatuar mishi? Kam gatuar mishi. E lëm të këtu. Ulim temperaturën si që bëjmë gjithmonë, t'i hetë pak majdanoz, se do hedhe edhe pastaj. Ajo që ngelet në fund do të shtojmë neve në momentin e fundit pak gjarp, të shkëlqej dhe të aromatizohet dhe do t'a servirim pastaj. Kështu që neve vendosim kapakun e lëm të qetësohet, me thënë të bëhet avash, kjo është ideja, jo të qetësohet, ta fikim tjetrën. Dhe në momentin që do të kryoj ato, si thuash, vrimzat, ashtu si që bëhet pilafi, e kemi gati që të shtojmë atë gjalpin duke e shtuar lartë dhe e lyem dhe aji do të hyjë në brëndësi gjalpi dhe do të bëjë shumë i mirë dhe i shkrifët, i shishëm dhe i mirë. Ky është, do me thënë, për pjesën e pilafit me mbushjen e gjelit të detit. Nëse do të bënit, kjo ishte mbushja që do të bëjë për gjelin e detit. Tani, që do bëjmë? Neve këtu do të bëjmë edhe një pilaf tjetër që unë do të bëjmë me 2 lloj shije. Një do të bëjmë me që se kam të safranin, që do të bëjë gjysmën e pilafit dhe kjo nxjerr atë ngjyrën e verdhë, ngjyrën e mirë. Dhe nëse nuk keni safran, mund të bëni edhe me turmerik. O me njërën, o me tjetrën. Të dyja japin që do të thotë, kjo varet të puna e kostos, të dyja do me thënë kanë, njëra ka tjetër shije pak më të fortë, më ndryshe, por edhe safranin shumë mirë, nëse doni, edhe njëra e tjetra janë shumë të mira për ta përgatitur. Unë do ta përgatis me safran dhe do ta bëj me 2 shtresa. Një do të jetë shtresa e pilafit tradicional të bardhë që përgatisim me gjalp dhe tjetra do të jetë me atë lëngun e safranit që do ta hapi dhe atë ngjyrën e verdhë dhe do të bëhet me 2 shtresa, meqense është me 2 ngjyra, ditë festive i sjellim gjërat pak si më ndryshe. Shpenzojmë pak. Kurse më gjithë muajnë, një ditë e kemi fest, mblidhemi të gjithë, gëzojmë dhe festojmë për të apritur vitin e ardhshëm me shumë dashuri e kënaqësi. Po pse jo edhe drekën e Krishtlindjes që është nesër, kështu që të gjitha këto receta mund të vlejnë fare mirë, si një pulë e pjekur në këtë mënyrë, si një gjel deti, si një pulë deti, pra e di që edhe dreka e ditës së nesërme do të jetë festive për shumë prej jush, kështu që disa ide po ja japim dhe ja u kemi dhënë edhe gjatë ditëve të kaluara. Prandaj menduam Manila që ta bëjmë, ta sillim sot gjelin, se ka familje që gjelin e ditit e bëjnë edhe në patjetër, e bëjnë datë 25 në drek, po. Tani këtë sobën nuk e, sot jam në rregull, e çuditshme se gjithmonë nuk thahet këtu tenxheria dhe këtu do të fillojmë domethënë që të përgatisim pilafin me safran fillimisht. Një lugë të kafe safran do ta hedhim, nëse do të kemi një filxhan oriz, do të kemi 2 filxhane e ujë. Te pjesa e ujë do të hedhim safranin dhe do ta hedhim brenda. Do të kemi 2 lugë gjalp, një lugë vaj. Shiko tani, ta nisim kur të kthehemi pas reklamave, se jemi në sekondat e fundit. Veç se unë do të bëj gati, u a them anvisave pilafin e bardhë të gjithë e dim. Ndërsa këtë për punë e safranit do ta lëm ta bëjmë live. Pra do bëjmë një nga shtresat e pilafit. Që të kemi mundësi t'u tregojmë. Tradicional, në atë që të gjithë ta dim ta bëjmë në shtëpi. Do kthehemi pas hapësirës publicitare, shumë gjëra kemi akoma për të ndarë me ju. Ju vetëm qëndroni me News 24 dhe ne vazhdojmë t'ju presim në këndin ton të gatimit në Villa 24.
Jemi rikthyer në studio, vazhdojmë të jemi drejt për së drejti në Villa 24 dhe tani gati e gjithë koha jote që na ka mbetur për t'i dhënë ato shpjegimet përfundimtare recetave. Atëherë, të dashur Anvisa, neve thamë që bëm përgatitjen e mbushjes së gjelit, të cilën do të servirim kështu dhe nuk e vendosëm të gjeli brenda. Dhe kemi gati, tani është bërë gati. Kjo thjesht po pak gjalp do t'i shtojmë për ta situash ta rifreskuar dhe të marra të shihen përfundimtaret. Tu kemi përgatitur një pilaf të bardh, siç e shikoni është momenti dhe këtij që është gati, thash që këtë do ta bënim kështu. Më thënë në momentin që neve ndërkohë kemi zgjedhur orizin basmati. Pra vërtet kemi mënyrën të gatuarit të një orizi tradicional, por basmati e bën me një shije tjetër edhe më të bukur. Tani do të kalojmë tek receta e radhës. Gjelin e kemi duke u bërë në furrë. Dhe sa i mirë është duke u bërë. Gjalpi. Tani do të bëjmë shtresën e dytë të orizit. Shtresën e dytë, tani la të lutem hapa të safrani. Po. Edhe ta të rejtë se ma... Dhe pak vaj, Anila. Vaj ulliri? Digjet, po, mos më digjet gjalpi. Ka qënë shumë e nxehtë tenxheria. Po, s'ka gjë, në dorën. Kur e nxjerr nga tenxheria dhe e ndihmon me pak vaj, nuk pëson asnjë. Nuk e nxjerr gjë, po. Tani orizin nuk do ta laj për pilaf. Lutem orizin, po. Në këtë rast. Jo, do bëjmë basmatin. Basmatin? Edhe pse është bazmat që bëhet i zirë, unë do ta kavërdis pak në gjalp që të më lëshoj pak aromë. Në rregull. Me që kam bërë atë matjen unë ati. Duhet jetë i shkrirë gjalpi e nxehtë të tenxheria në momentin që hedhim orizin. E kavërdisim. Uji duhet jetë i nxehtë. Faktikisht le ta kemi edhe pak më të nxehtë këtu. Kjo është e keqja e këtyre, duhen më të kështu që... Po, kur janë afër njëra tjetrës në fakt, kur janë të dyja të mëdhaja, tenxheria dhe tigane, sepse është me ndjeshmëri soba. Po, ju kujtoj pak, nëse s'na keni ndjekur nga fillimi, që kemi shpjeguar në pjesën e parë dhe mënyrën se si mund të përgatisni gjelin e detit, mënyrën se si le të themi procedohet para se të vendoset në furrë, pra i marinimi i thjesht, kryesisht me gjalp, edhe me krip, e lyer mirë në sipërfaqe, brenda lëkurës, pra le të themi një lloj masazhimi që duhet t'ia bëni. Jo thjesht një spërkatje me gjalp, por duhet lyer mirë. I gjithë gjalpi është ai që do ta zbusi, do ta pjek me shije, pa diskutim edhe kripa, edhe ndonjë erz që ju mund të preferoni, edhe pse ne nuk e kemi ngarkuar shumë, ajo që kemi zgjedhur të bëjmë është ta vendosim atë rrjetën e furrës mbi tavën pjekëse dhe perimet, edhe erzat, rozmarin, edhe trumsën, i kemi vendosur rreth e qark gjelit për të lëshuar aromë. Të tregojmë domethënë, ja ky është safrani, nuk e di se sa i dukshëm është, por le ta vendosim këtu tek. Po. 10-15 fije janë të mjaftueshme. Ja, vetëm ta shohim pak gati sa i shpejt e lëviz dorën tim, tani do ta vëmë. Jo, mos kimi rakani, se doja të merrja edhe pak tjetër që ta të duke më mirë. Okej, në fije të vogla të kuqe. Është shumë i shëndetshëm ndër të tjera. Besoj e keni hasur, e keni dëgjuar se sa se mos më digjet orizi. Okej. Ja, ky është safrani, s'ka gjë se po e hedh gjysmën, ashtu se orizi është bërë gati, edhe do shkojmë tjetër nëve. Ja. Kaq është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Me njëherë lëshon ngjyrë. Shija. Ja hedhim se tham një lugë, tamam një lugë të bëj. Do shkri që të nxjerrin ngjyrën tamam. Tani të hedhim kripë edhe piper Anila. Madje them ti hedh dhe nga ajo miks erzave. Ti e di? Që të bëhet pak i shishëm. Piper të zi. Apo e do të... Ja, s'ka gjë se... Kemi piperin një shil, miks pipernash. Hedhim të. Miks erzash. E thatë që ka kjo. Po, shafranin ke kapur me të. E hedhim këtu. Që të tretet, po. Të tretet. E ta hedhim lartë, tani se pilafi do që të mbulohet me kapak.
Edhe njëherë të razohet në fillim dhe më nuk të razohet. Kështu që... Po. Dhe ullim temperaturën. Tani në festa, tek në ranzi, gjeni edhe format të ndryshme që i përshtaten shumë bukur atmosferës të festës dhe në fakt këto isha duke parë në këto momente, sepse i keni me këto ambalazhin kështu. Janë në forma yjesh, në forma bredhi, flok dëbore, për të përgatitur biskota, ambëlsira të ndryshme. Ne kemi zgjedhur yjet sot, por jo vetëm për ëmbëlsira, sepse Kanti ka menduar që perimet në të cilat mund t'i përdorim edhe për zbukurime, por edhe për t'i bërë salat, mund t'i presim në forma. Pra, ja një speci kuj që i prerë në formën e një ylli, shikoni sa bukur ngjan edhe mund të shtrohen në pjata kështu. Apo djathin, edhe djathi i butë mund të prihet. Pra, mund të përdoren, mjafton të kemi pak ide kreative në kuzhinë, për t'i dhënë forma festive, recetave të ndryshme. Se biskotat e dini, apo këto brumrat e dim që në marrin lehtësisht formë. Gjalpi të duhet, jo? Jo, nuk do të më duhet, këto do të marrim. I heqim të gjitha këto tani Anila, se nuk, ose vendosim këtu. I shvendosim edhe këtej. Ashtu, i heqim, sepse do të na duhen këto gjërat e vogla. I bashkojmë këtu me rush se do t'i vendosim dhe ato atje dhe djathi. Ta pastrojmë pak të pjatën. Po? T'ja shplaj dhe ta thajme, ta vendosim, do me thënë ta vendosim. Kjo tigani këtu ka mbushjen që mund të përdorni për gjelin e detit, për pulën e detit, për një pull të zakont. Është shumë e shishme, ka brenda fruta të thata, ka gështenja gjithashtu, ka orizin, ka erzat, ka mish të grirë. Pra është një mbushje shumë e shishme, që mund të shoqërohen. Me që do vëjmë pilafin në atë mënyrë, vendosim të kështu. Ndërkohë që këtu mund të vendosim dhe gjelin sipër, nëse kemi një pjatancë më të madhe. Ju garantoj që bëjë shumë e mirë, shumë e shishme, me gjithë të gjëra që neve hodhëm brënda. Edhe pak të. Po dhe unë qmora këtë lukën e vogël. Ndërkohë që unë do të thoja që kemi diku dhe 6 minuta ko. Do t'i heqim, mos kemi rak se për 6 minuta ne do t'i nxjerrim të gjitha. Se ju në shtëpi gatuanin edhe merrni të gjithë kohën që ju duhet, e llogarisni, nisni që herët gatimet edhe i keni gati. Ndërsa ne duhet të gatuajmë brenda kohës televizive dhe më besoni që nuk është as pak e lehtë, për më tepër kur përgatiten receta që duan pak më shumë impenjim. Në rregull. Shumë bukur. Sistemojmë atje një letër. Këndshëm. Këtu s'kemi nevojë që të shtojmë më gjë tjetër, vetëm pak prekje të fundit me pak majdanoz të grirë shumimët, edhe bëhet edhe më e bukur pjata, edhe estetikisht, edhe e shishme sigurisht. Ja kështu. Me soria e pa. Mendoj të nxjerrim sallatën sa të na bëhet edhe pilafi gati. Ashtu e bëjmë. Ndërkohë, edhe gjelin, pulën e detit, do ta nxjerrim pas pak. Të ndërtojmë edhe këtë. Kam këtë drasën këtu. Mila mund të vendosësh ato djathrat edhe këto. Rreth e qark. Po, rreth e qark, djathin dhe ato. Vendose rreth e qark. Të marrë që të kishim edhe këto finokjo. Kjo është për në një mollë. Këto duhet vendosur në lëngë me limon. Vendosim një yll të madh dhe ne jemi yllat e vegjël. Yllin kemi Anilën këtu në studio dhe ne të tjerët këtu jemi yjet e vegjël. Kati, duhet ta mbyllim sa shpejt, sepse shpejt apo duhet ta mbyllim? Duhet ta mbyllim shpejt. Që do të thotë diku te 2-3 minuta. Edhe rushin? E that? Apo jo?
Kishte edhe pak shtëthat se i shkon në rrugëllës i shkon. I shkon, si shkon, edhe rrugë shtëthat. Tani, edhe të vëm nga jo molla e kuqe me që vendosëm atë, me që s'kemi kohë që të vendosim ato tjera, edhe ndo një rep do vendosja. E mbushni si pas dëshirës, ta? Edhe në fundë do të bëni atë salsë me mustardë, me vaj, i kemi bërë disa herë, kështu që vendosit dhe këto anila ti që kem kohën të bëj dhe një 2 repa. Një 2 repa edhe meru pak edhe me... Edhe që të bëjmë pilafin, edhe nëzirim gjelin. Gjeli është gati. Këto repat vendosi kështu si që janë me gjithë lule, se kam lënë në ujë me uthull, edhe janë pastruar shumë mirë, s'ka nevoj. Janë lërës kështu me gjithë të gjethen. Mjaftojnë, nuk mos të vendosim më. Stika do të na duen ca që të hedhim tek pilafi në fund fare. Kemi dhe fiq për të vendosur atje nëse... Në salat? Në salat, po. Se bëhen, vendosen edhe fiq. Shkon, të kjo lloj salate, shkojnë edhe këto. Vendosit atje, të vendosim edhe një nga kështu. Ja urdhëro anila ato. Ti heqim këto të tjerat. Merë dhe këtë fikun. Okej, shumë bukur. Gotën do ja heqim? Do shtojmë më gjithë? Do ja heqim, në momenti që heqim dhe shtojmë edhe atë salsën. Do bëjmë një salsë këtu me mustardë dhe me këto. Heqim gjeli. Nuk kemi kohë ta bëjmë salsën. E kemi bërë shumë herë të tjera. Ju mu ta gjeni në YouTube, kështu që të heqim gjeli. Gjelin edhe të heqim edhe të bëjmë dhe atë pilafin. Okej. Pra, në YouTube, në Vila 24 ose në News 24, gjeni këto salcën që kemi përdorur për shumë herë në përgatitjen e sallatrave, kështu që nuk besoj se është e nevojshme të shpenzojmë këto sekonda që na kanë vetur për të bërë një salcë që kemi sjell tek ju. Atëherë, një kohë të nevojshme do se cila, me kohën jemi shumë keq. Të gjitha gatimet edhe sot i gjeni shumë pak minuta më vonë, ku do të kemi sigurisht një steikën që më ka dalë, një pjekje shumë e mirë. Tani me fruta të thata, që të mbulen ato lëngjët, Alina mund t'i vendosësh këto rreth e rrotu. Nuk vendos në një frutë të thatë. Edhe ca ashtu dhe këtu që mos ashtu, duke. Vendosim frutat të thata. Tani të nxjerrim edhe pilafin. E nxjerrim. Dalë shkojmë. Që nga bërë, aq sa për neve është bërë. Kati pse se lë ashtu në tigan? Jo, do duket bukur, do të thosh janë visave për shumë, ja sa mire vendosa të shumë. Po, prandaj. Po let na presi pak ani sot një ditë është kjo. Nuk është në dorë në anet. Mirë do ishte, ta kishim në dorë vetë kohën, Shiko, në fund fare, edhe për aromë, ja, hedhi nga ky safrani. Safrani thash trumë se u bëm si se ngjajnë bukur këto kur dalin lartë. Në një atëra, në një ja, mbaruam. Një sekund tani. Edhe këtu do donim sa kokra piperi, mund të vendosim. Anila, mund të gjesh sa kokra piperi të kuq? Po vrapojmë tani. Kokra piperi të kuq. Kjo është e keqe. Në këtë nxitimin tonë vështirë se i gjej. Ku t'ja hedh? Do t'ja hedhim pjatës në fund. Kemi pjatë tjetër? Kemi brenda në dollap. Më dojgjë. Kante, atërë, pse duhet ta kthe? Ta shoj nxehtë si që është ai, nuk mendoj se ka për ta mbajtur formën. Ban. Do mbaj. Atërë. Brenda në dollap kemi një pjatë.
nuk e dia, e zë kjo pjata? Ska ju do të zë. Ja. Okej. Tani, vëmendje të kthimi i pilafit, se sa po të shifni pilafit, s'do na shifni masne. Haj, shpejt do ikim. Ja. Anila, vëdet ato të kuqet dhe bëni, me këtë jeshilin që bërëm rreth e rotull, me këto, tani na vajti një qik shu nga nxitimi, na mirë kuptone. Po bukur ngjason, me shtresa, Anila, shikoj sa bukur e bëre. Atëre, ajo e bëre ti. Një shikim të fundit të pjatave për sot. Nga çmimet janë të tuat, Anila, do me thënë kjo që ti vendos, është shek nuk kemi hedhur këtu, për mbasi dhe i kemi ne vazhdojmë dhe i zbukurojmë dhe i gjeni në fotot të dekoruara përfundimtare në balkanojmë. Edhe salcën që do ta shkëlqej dhe do t'i japi shumë shije sallatës tuaj. Ka ditë lumshinduar. Faleminderit shumë e dashur. Nesër në orën 9 ju presim këtu. Na falni për nxitimin, por s'kemi ç'bëjmë, koha bën të vetën, shkojmë në publicitet. Mirupafshim.